Në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi u zhvillua ekspozita dizajnit të modës me temë kreativitet në përditshmëri, ku rreth 13 studentë të Departamentit të Artëve prezantuan punime të realizuara me materiale të riciklueshme. Pedagogja Nirvana Baja theksoi risitë dhe rëndësinë e përdorimit të teknikave moderne e të qëndrueshme në krijimtarinë artistike. Kjo ekspozitë ka një risi, pasi dhe tema që i kina vënë ekspozitë është kreativitet në përditshmëri, duke ju përshtatur edhe rrethanave me të cilat na punojmë. Çdo vit kena punu nëpërmjet atyne që na janë ofruar, por si vjet ka kenë shpreha më e qartë e studentave për atë çfarë përcjellin. Dhe kjo shprehet shumë mirë nëpërmjet vepra, mund t'i quaj këto, nuk janë thjesht fashion, janë punime të pa aksesueshme, sidomos këta që janë në manikina. Mesazhi është i qartë që ne pavarësisht nga rrethanat, pavarësisht nga kushtet që na ofrohen, na prap realizojmë atë që dona me realizu. Pikërisht pra kjo ishte me materiale të riciklueshme. Studentët prezantuan veshjet e tyre duke shpjeguar procesin e realizimit dhe frymëzimin pas secilit dizajn. Ja, kjo për me është punimi jem, në fakt kjo ka marrë bregje shumë kohë, se është një punë relativisht e vështirë, është një punim që është me pasqyra të thyme. Ideja dhe tema e ekspozitës është riciklim në përditshmëri, dhe ideja është edhe kur kena një rast keq për shembull thyer një pasqyre, na ta marrim edhe të krijojmë një vepër arti me të. Unë kam dashur të tregoj se kreativiteti mund të lindë pra nga mënyra se si shohim gjërat. Pra çdo gjë në përditshmëri mund të kthehet në art. Kjo është realizuar me bustina çajit, ndërsa kjo tjetra është realizuar me pipa. Kjo është realizuar me copa shallit, xixa, tantella, kupla që janë të thame dhe temina. Ekspozita u mbyll me vlerësime pozitive, duke treguar talentin dhe përkushtimin e studentëve në fushën e dizajnit të modës.